Bravo, bravo, ja. Ta të rrath mua keni qaj. Ndosha vajza po lexoj në rrjetet sociale, në Facebook e në Instagram, nuk ka mbetur njeri dhe mirë bëjnë që pa uluar të madhin Ismail Kadare, doktor, por unë jam e bindur se zoti Kadare do gëzoj më shumë po t'i lexonit në një libër, me thënë drejtën, se me Kostas ose se ka po t'i lexoj të gjitha. Se ka njërës që si kanë lexuar asgjë dhe... Nese, doktor, se unë jam edhe kam qëlluar dhe ca si kështu si e djallëzuar, Monitorime. Mirë mbrëma, doktor. Mirë mbrëma, aktor. Nuk jam dhe aq mirësonte, more, doktor. Se më kanë dhëdhu gjë? Horoskopi më thoshe që do bëj fjalë me një person sot dhe deri tani nuk jam ngrindur me njëri. Personi fundi që po takon sonte, jeti. Orë, unë nuk ja varë farë horoskopit kërës. Nuk ja varë, ti po ja varim ne alle gjindore. Për çfarë do dish? Po, desha di për jetën qift, banoj me një shtëpi dhe kunete me kunata kështu. Desha di, a shmi këtë vizi shpejt, apo të pres të ako. Dhe a mund të dëgjoj përgjigje nëpërmjet telefonit të sa po mi kanë dritas. E shikon që kemi halle? Hallë mbi halle, për ne shqiptarët është horoskopi ditës. Pa për dritat, kur mos ashin, kur? Për çfarë do dish? Po, desha di për jetën qift, banoj me një shtëpi dhe kunete me kunata kështu. Desha di, a shmi këtë vizi shpejt, apo të pres të ako. Dhe a mund të dëgjoj përgjigje nëpërmjet telefonit të sa po mi kanë dritas. Kujdestar, surat patate mirë ta bën, zotri sate, kujdestar, surat patate mirë ta bën, zotri sate. O bëri doktor, se nuk të kam pyetur. Të ngelet hatri ty kur të thonë për shumull kok patate. Sigurisht me të datri. Ue. Por sa të shikosh këtë lajmin që do të tregoj tani, do ndryshosh mendim për patate. Unë të ndroj mendime? Por ti? Jo. Sot vërtet paguhet më shumë për prodhimet bio, por askush do të kishte menduar se mund të paguajë 1 milion euro për fotografinë e një patate irlandeze të sapo nxjerr nga toka. Një fotografi patate e 1 milion euro? Ore, patate irlandeze, ore, jo patate kuksi, apo divjake që ham ne, ore. Mire ka theme i babuqë atjere, patate ashtë edhe buke dhe gjellere. Ka patru fjallën për këtë fotografin a i, se për ne nuk e ka patru besoj. Po për atë, sepse për ne, oj, një patate 1 milion euro. Kjo është kulmi një. Mos fol kështu se po dëgjoj arion braçe, do të gjesh belanti, mos bëj kështu. Dhe fillon pastaj bën nervozin, bën nevrigun ai. Edhe herë tjetër, këtu o ruaj etikën, ose të vjen surrati siç e meriton pse. Me mua kishë erioni? Mua ma tha? Po pse mua? Duhet të ruash etikën, doktor, të lutem shumë. Dhe fillon pastaj bën nervozin, bën nevrigun ai. Edhe herë tjetër, këtu o ruaj etikën, ose të vjen surrati siç e meriton pse. Po ti ashtu nuk flas fare unë. Jo, të flasësh. To flasë nuk jemi në Amerikë të kesh frikë. Ja, për shumë zoti Donald Trump, kur del para publikut, bën ngjesë me dorë, kështu që thjep zemër për të folur. Po ne sigur e dim për diçka ndryshe atë në vizje mo. Lëri more fjalët, dëgjoj dhe shiko, se është shenjë armës ajo. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Unë mund të shëlloj këdor në mes të bulevardit dhe prap nuk do të humbja asnjë votues. Si më ka mundësi kjo? Nëse do të gjosh mua ti zoti Trump, mos e bëj atë veprim. Republikanun dhe duhet i themi gjërat hapur, vëlla. Unë mund të shëlloj këdor në mes të bulevardit dhe prap nuk do të humbja asnjë votues. Ore, me sa shikoj unë këti është mbushur mendje që ta bëj patjetër këtë punë këtë vrasje. Unë i them të mos e bëj. Edhe unë. Nëse e bën në qaft pas veten, unë po iki për vetë time, hajde good night. Natën e mirë thuaje. Ue, na prish që ka mend e kokës. Natën e mirë, doktor, natën e mirë. Hajde. Unë e di që ty nuk të ndahet shpirti nga unë, pavarësisht se jemi çdo ditë bashkë në këtë studio, doktor, e di që nuk të mërzitem kur, sepse unë për ty jam një heqje domosdoshme, e di këtë, e di. Edhe unë për ty këtë. Mjetë lekët mu për lekë të gjënë të në. E atë të qëras me lekët të tua të tja pika. Faleminderit, natën e mirë. Mjetë lekët,